Është koha për intervistën e ditës, i ftuar në studion e Alsatit është Afrim Osmani, profesor universitar. Zoti Osmani, mirë se erdhët në Alsat. Mirë gjithë. Me ju do doja të flisnim pak për kthimin e mundshëm të ish kryeministrit azilant Nikola Gruevski nga Hungaria, por të prekim pak edhe çështjen e provimit të jurisprudencës. Zoti Osmani, cila është procedura për ekstradimin e një shtetasi të Maqedonisë Veriut në këtë rast, kush e inicon atë dhe cili është institucioni që duhet bëj kërkesën, ja themi për rastin konkret për Nikola Gruevski në ekstradimin e tij dhe kush e lejon nga pala hungareze? Do me thënë për herë parë dhe këne në vitin 2018, me vetë rastin e braktisjes së vendit tonë, apo? Ministria, po ikjes, po padyshim, dhe mundësimit të ikjes, padyshim Ministria e Drejtësisë në pajtim me legjislacionin përkatës të vendit që parasheh dhe rregullon në mënyrë taksative çështjen e ekstradimit të shtetasve tanë apo të kujt do qoftë qytetari të cilin Maqedonia tregon interesim për ta ekstraduar këtu në vendin tonë. Ajo është ligji për bashkëpunim ndërkombëtar juridik, që është në përputhje me Konventin Evropiane për ekstradim dhe 4 protokollet e saj të cilët ne i kemi të inkorporuara dhe janë pjesë të sistemit të brendshëm juridik. Pra, ne njëherë vetëm se patëm një kërkesë e tillë, por që u refuzua. Kërkesë për ekstradim, të cilët domethënë e cila i plotëson të gjitha kriteret, të gjitha parakushtet ligjore, e që ja për fat të keq në vitin 2019, ajo përgjigja e asaj kërkesi ishte që procedura për ekstradim nuk mund të procesohet më tutje për shkak se personi për të cilën kërkoni ekstradim gëzon më të drejtën e azilit. Domethënë, e drejta e azilit ishte pengesa pse kërkesa për ekstradim u refuzu, do me thënë, po ja tani që negative. kemi një situatë ndryshe. Kryeministri në ardhje i Hungarisë paralajmëron se do t'i largoj gjithë ish politikanët që kanë gjetur strehim në Hungari. Jo politikanët, ai e shprehus, do me thënë, nuk do të lejojmë që Hungaria të jetë strehe kriminalëve. Bastione kriminalëve, po, sepse u pyet për 2 ish ministra polak, pa e pyetur fare për Gruevskin, ai vete përmendi. Vete përmendi, po, padyshim. Do me thënë, nuk jemi të ndërlidhur me afate se kur mund parashtrojmë sërish kërkesë. Kjo më tepër është ndërlidhur me atë se kur tek ne mund të ekziston ai dyshimi apo bindja se janë eliminu të gjitha pengesat për të parashtruar kërkesë për ekstradim tjetër, kërkesë ere për ekstradim të ish kryeministrit Gruevski, me çka do të ishin eliminu të gjitha pengesat. Pa marrë parasysh se informacionet të cilët i posedon Maqedonia janë të verifikuara apo jo. Mjafton që ne të kemi si njohuri e përgjithshme, si informacion i përgjithshëm që e drejta e tillë e azilit apo paraqet një farlloj pengese. Do me thënë, institucioni i cili ka shpallur flet arrestin ndërkombëtar, qoftë në rastin konkret gjykata apo prokuroria, të gjitha shkresat me lëndën së bashku me kërkesën për ekstradim ja dërgon Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë tonë, domethënë të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe tani më kontaktin drejt për së drejti e vendos Ministria e Drejtësisë të Republikës së Maqedonisë vis-a-vis Ministrisë së Drejtësisë të Hungarisë. Ai komunikim mund të jetë direkt, qoftë përmes postës, telegramit, mund të jetë përmes kanaleve diplomatike, Ministrisë së Punëve të Jashtme, apo ka edhe një mundësi tjetër përmes Interpolit, meqense edhe Maqedonia edhe Hungaria janë anëtare të Interpolit, mund të bëhet komunikimi edhe përmes asaj rruge. Do me thënë, kërkesën e parashton Ministria e Drejtësisë. E nënshkruan Ministri i Drejtësisë. Po nga Ministria e Drejtësisë kemi parë disa përgjigje këtyre ditëve, por jo një përgjigje të prerë se çfarë do ndodh me kërkesën për ekstradim. Duke pasur rrethanat aktuale parasysh paralajmërimet e Maxharit, sa mund zgjas procedura e ekstradimit dhe a ka gjas që ajo të jetë më e gjatë dhe themi nuk mund të pritet ekstradim brenda një kohe të shkurtër? Po, padyshim. Do me thënë, përderisa nuk eliminohet pengesa e azilit, si e drejtë e azilit që e gëzon për momentin ish kryeministri Gruevski, çdo kërkesë më tutje që do të parashtrohet do të jetë negative.
pa marrë parasysh vullnetit pozitiv, politik të Hungarisë, por edhe ja këtu në vend që e kanë të dyja palët, do me thënë përgjigja do t'jetë negative. Për shkak se është një procedurë që në mënyrë të detajuar përshkruhet në ligj si në vendin tonë, po ashtu edhe në vendin në Hungari. Do me thënë, duhet ta eliminojmë drejtën e azilit, për të marrë e drejta e azilit është një procedurë e tërë e cila mund të zgjas muaj të tërë, nuk përjashtohet edhe vite të tëra. Do me thënë, fillimisht, sipas legjislacionit të Hungarisë, procedura fillon në zyrën për migracion, e cila kjo procedurë në këtë fazë të parë zgjat diku në rreth 2 muaj, 60 ditë. Më pas pala ka të drejtë në ankesë që procedura vazhdon në fakt zhvillohet proces gjyqësor për këtë procedurë, që po ashtu të 2 deri në 3 muaj maksimum mund të zgjas. Në qoftë se edhe pas kësaj procedure, pala është e pakënaqur, ka të drejtë të inicion procedurë para gjykatës për drejtat e njerëzit në Strasburg, që gjykata e Strasburg nuk do ta pret vendimin final që ta merr. Por në qoftë se e sheh të arsyeshme, mund të shqipton mase përkohshme që do e stopon realizimin e ekstradimit. Që do të se procedura. Vendimarrja para gjykatës së Strasburgut zgjat 1 vit, 2, ndoshta edhe më tepër. Do me thënë, nuk është procedurë kaq e thjeshtë, edhe për skaj vullnetit politik që ekziston edhe në Hungari, po ja që edhe këtu. Pra derisa Nikolaj Gruevski është azilant, ka statusin azilantit në Hungari, nuk është e thjesht mund të ekstradohet. Pra duhet njerë t'i merret t'i hiqet ky status dhe pastaj të fillojnë procedurat. Ekzistojnë edhe disa dilema tjera, nuk është vetëm çështja e së drejtës së azilit. Të supozojmë se drejta e azilit do të merret. Parashtohet pyetja se vallë ish kryeministri Gruevski ndërkohë a ka apliku për shtetësi, nëse posedon shtetësinë e Hungarisë. Kjo është e paralizueshme atëherë, do me thënë, ekstradim. Nëse është shtetas i Hungarisë, cili shtet e ekstradon shtetasin e vet? Asnjë. E dyta, ne kemi një përvojë të hidhur me 2 punonjësit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, policisë sekrete, për të cilët vepra penale ishin të ngjashme me të Nikolaj Gruevskit, apo 2 ish funksionarit në MPB, e që u strehuan në Greqi. Edhe Greqia nuk i ekstradoi, nuk ishte fjala për të identiteti ndryshëm, sa ishte fjala për... Jo, ishte fjala që u strehuan me emra të tjerë, ishin pengesa, e dini cila ishte pengesa e akteve të faljes të kryetarit atëhershëm Gjorgje Ivanovit, të cilët akte e përfshin edhe ish kryeministri Nikolaj Gruevski. Ne po e shfuqizum ligjin, mund të revokoheshin më pas si rezultati disa ndryshimeve, plotësimeve të ligjit për falje. Mirë po, nuk kemi takuar deri tani në botë që falja e dhënë nga shteti mund të tërhiqet. Ne jemi rasti sui generis, rasti i veçantë ku na paraqitet një situatë e tillë. Shtetet tjera nuk e njohin këtë institut të revokimit të faljes. Andaj edhe Greqia e refuzoi kërkesën për ekstradim. Rasti tjetër, kemi një përvojë me Julian Assange, që ti ik ekstradimit ku e kërkonin në SBA, ai kërkoi azil në ambasadën e Ekuadorit në Londër. Çka në qoftë se Nikolaj Gruevski kërkon azil në ndonjëherë nga ambasadat mike të tija, për shembull, qoftë as e Serbisë apo ndonjë ambasadë tjetër. Do me thënë procedura... Fjala i bie që procedura Gruevski nuk do të kthehet shpejt, nuk do të ekstradohet shpejt, edhe pse kryeministri Kristian Mickoski u shpreh se nëse kthehet vendi i Gruevskit është në... Me qëllime e tha këtë, se ja është i gatshëm, por është i vetëdijshëm se ajo nuk do të ndodhë. Pra nuk duke marrë parasysh gjitha rrethanat, gjitha këto që folët, ekstradimi i Gruevskit nuk ndodh shpejt dhe nuk mund të themi nëse... Po nëse ndodh, themi, a do të shkoj direkt në burg ashtu siç thot kryeministri Mickoski? Vetëm se nëse nuk funksionon shteti juridik, atëherë po. Përndryshe kemi vendimi plotfuqishëm gjyqësor, të cilin institucionet duhet që ta ekzekutojnë. Me njerë duhet të dërgohet në institucion dëshkimor korrektues, në burg që ta vënë dënim me burgim. Po prap duhet ta komentoj dhe deklaratën e kryeministrit, a duhet që ai t'japë vlerësime mbi punën e gjyqësorit? A është kjo përzierje në gjyqësor? Natyrisht jo vetëm për këtë rast, por kishim edhe për raste të tjera kur kryeministri bën deklarata mbi gjyqësorin, prokurorin. A kemi ndikim të drejtë për drejtë ndaj gjykatave nga pushteti?
qeveritar. Po me vetë aktin e komentimit vendimeve gjyqësore apo dhënje të udhëzimeve dhe direktivave se çfarë veprimesh duhet të ndërmarrë, kjo nënkupton se kemi ndërhyrje të drejt për drejt nga pushteti qendror. Çdo kush nga pushtetet, 3 pushtete, domethënë të pushtetit qendror, ai legjislativ, ekzekutues dhe gjyqësor, secili ka kompetencat, ingerencat e veta që duhet që ti ushtron. Gjyqësori e ka marrë vendimin, vetëm se institucionet shtetërore, në rastin konkret, Ministria e Punëve të Brendshme, me vetë rastin e kthimit apo ekstradimit të ish kryeministrit Gruesi këtu në vend, ato vetëm se ato duhet ta dërgojnë në institucion për ta vuajtur dënimin me burgim. Po, ai paralajmëroi këtë, pastaj pati dhe një deklaratë tjetër ku tha se ka parandjenjen se ish zyrtar të pushtetit kaluar do të përndiqen. Kjo ishte deklaratë më vonë se ajo për Gruevskin. Megjithatë shkurt edhe këtë çështje për ekstradimin, a mund ndodhë që përsëritja e procedurës së rigjykimit nëse Gruevski kërkon përmes palës mbrojtëse, të themi për shkak se është dënuar me mungesë ti? Në qoftë se për rastet për të cilën kërkohet ekstradim, është po ashtu edhe një nga arsyet që mund të refuzohet kërkesa e ekstradimit. Domethënë, vendimi gjyqësor që është marrë kundër ish kryeministit Gruevski nëse është marrë në mungesë të tij. Ne sa i kemi informacionet, ai ishte prezent këtu, sa më kujtohet. Ishte prezent këtu, domethënë kur ju shqiptu dënim me burgim prej 2 viteve dhe mor formën e prerë. Më kujtohet bile, me qenë se e trajtojmë edhe me studentët, mënyrat e shtyerjes së fillimit të vuajtjes së dënimit. Ai paraqiti një kërkesë se ishte në përgatitje të doktoraturës, tezës së doktoraturës, me çka gjykata e refuzoi, se nuk është ajo nga arsyet që do ta shtyjnë fillimin e vuajtjes së dënimit me burgim. Kështu që nuk kemi gjykim në mungesë të tij. Ishte prezent. Do me thënë, në vetë kërkesën për ekstradim, shteti arsyeton kërkesën se janë respektu të gjitha të drejtat si i dyshuar, si i akuzuar për sa zhvillohet procedura gjyqësore, procedurat të cilet i kanë ndjek drejt përse drejti, edhe OSBE-ja, do me thënë ku është antare edhe vetë Hungaria, kështu që në këtë pjesë nuk ka vërejtje nga shteti hungares. Vërejtja është e drejta e azilit dhe do të shohim tani si do të zhvillohen ngjarjet, se do t'i merret kjo e drejtë, apo se 3 herë radhazi ku i vazhdojt e drejta e azilit ish kryeministit Gruevski nga viti 2018 e këndej, çdo 3 vjet ajo rinovohet. Tash është hera e tretë dhe në vitin 2027 përfundon hera e tretë. Do të shohim a do t'ja vazhdojnë apo nuk. Me një fjalë, zoti Osmani, iku me shumë lehtësi nga Maqedonia e Veriut, filloi një jetë të re në Hungari, por nuk me shumë vështirësi, nuk do mund të kthehet, do të jetë shumë e vështirë kthimi i tij në Maqedoninë e Veriut. Ju si jurist dhe si profesor zoti Osmani, a i mbështetni kërkesat e studentëve për provimin e jurisprudencës dhe a mendoni se baza ligjore tashmë ekziston vetëm nevojitet zbatimi? Arta, para 2-3 viteve, më parë kam qenë antari komisionit për Këshillit për akreditim dhe mes tjera shumë miratu një rregullore atje ku ato të cilët e kishim përgatitur nuk e parashihnin edhe çështjen e zbatimit të gjuhës shqipe aty. Dhe unë reagova me njëherë, do me thënë arsyetimi i atyre ishte tash me qenë po, është fakt se janë procedurat vështira atje te instituti për akreditim të laboratoreve, nuk e di çfarë edhe institucioneve tjera ku akreditohen. Ishte arsyetimi se, do me thënë, procedurat janë shumë të stërzgjatura, na mungon edhe kjo çështje e gjuhës. Pa marrë parasysh, na mungon apo nuk na mungon. Jemi shtet juridik apo nuk jemi shtet juridik. Shumë në mënyrë drastike, taksative, bën theksimin, bën rangimin ligji për përdorimin e gjuhës se në cilat institucione duhet të përdoret gjuha shqipe. I përfshin pothuajse të gjitha institucionet dhe që ligjet të cilet nuk e parashojnë një gjë të tillë duhet që të harmonizojnë me ligjin për gjuhët. Kështu që fatkeqësisht tek ligji për jurisprudencën nuk është bërë një gjë e tillë dhe këtu është ai çalimi. Mirpo kjo nuk do të thotë që qeveria, ja edhe kjo qeveri. Ato po, nuk e ka bërë qeveria paraprake, e ka bërë lëshimin. Po nuk do të thotë se duhet ta bëjë kjo qeveri. Nuk do të thotë se kjo nuk do ta bën edhe kjo qeveri. Kështu që ja që e inkurajojmë qeverin tash me forca të reja
që ta bën një harmonizim të tillë edhe të mundën studentëve shqiptarë. Ta gëzojnë të drejtën e tyre. Po, tu jepet mundësia për ta dhënë provimin e gjuhës shqipe. Dhe pse mendoni se ndodh kjo rezistencë, zoti Osmani, për një provim jurisprudence, kur dihet se provimi për në punësit shtetëror në administratë sipas ligjit jepet në gjuhën maqedonas, edhe nëse mund të na sqaroni se kush duhet ta jep këtë provim, për cilat profesione bëhet testimi i dijeve profesionale juridike? Do me thënë, personat të cilët kryesisht në këto grupe hynë juristët të cilët nuk dëshirojnë që ta vazhdojnë karrierën akademike. Edhe pse me përjashtime ka edhe nga profesorët, për shembull, që janë pjesë akademisë që e kanë thënë provimin e jurisprudencës, por kryesisht aty ku janë të koncentruar, për shembull, në avokaturë, në noteri, përmbarus, por jo vetëm këtu, edhe në shumë institucione tjera, në Ministrinë të Drejtësisë, në gjykata, po ashtu ku kërkohet, do me thëmë për disa pozicione në gjykata, për shembull, ti them në bashkëpunëtor profesional, bashkëpunëtor më i lartë profesional, kërkohet dhënia e provimit të jurisprudencës. Po. Do me thënë për avancim edhe në gjyqësor kërkohet. Plus, do me thënë ajo baza të arri, që një prej kushteve kryesore që kandidati, pala, që ta regjistron akademin për gjykatës dhe prokuror publik, pa tjetër ta këtë dhënë edhe provimin i jurisprudencës. Dhe në fund, se jemi në fund të intervistës, shkurt në cilën me që e folet për akademin për gjykatës dhe prokuror, në cilën gjuhë jepet provimi përfundimtar? Në gjuhën maqedone. Që i bje që ka diskriminim të Shqipës edhe në këtë institucion? Edhe aty, po, do me thënë, mora pjesë në një debat aty ku e organizon të Akademie për gjykatës dhe prokuror publik, për ligjin e ri që është në procedurë si për parlamentare, dhe e ngritëm zërin në këtë çështje se duhet edhe të kjo fazë, të kjo procedurë, pse mos u mundësohet kandidatëve të cilët kërkojnë që provimi final të jepet në gjuhën shqipe, pse mos vjen në shprehje një gjë e tillë. Nuk janë të gatshëm të pranojnë një risi e tillë, një ndryshim e tillë, ashtu si që janë të gatshëm edhe për provimin e jurisprudencës, fatkeqësisht. Unë për hir të së vërtetës, javën e kaluar, vetëm edhe këtë arta kam obligim moral ta ceki, do me thënë edhe do japi përgjigje tëra se do me thënë ku qëndron problemi. Mbante mbledhje komisioni për ndarjen e çmimit shtetëror Goce Delçev, 2 vepra që u plasun, do me thënë, dhe për të cilët me votim të fshehtë duhet që të votohen, u shpallën si më të mirat, ishte vepra e ime shkencore, monografia penologjike, dhe një vepra e një kolegut në gjuhën maqedone, për shkak të asaj se vetëm prefiksi shqiptar ishte dhe vepra ishte në gjuhën shqipe, nuk u pranua. Kjo flet, do me thënë, shumë qka edhe se përket kësaj çështje. Duhet të ekziston vullneti politik. Ato ngarkesat të cilët i bartim nga sistemi më parshëm gruevist, nuk e di a janë lënë në atë periudhë. Mendoj se janë bartur edhe sot e kësaj dite, fatkeqësisht. Zoti Osmani, faleminderit që sot ishit në Alsat. Faleminderit, edhe ju.